بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. Sot inshallah kemi një rregull tjetër kuranore, të cilën po të zbatohej sot në botë, sigurisht do të kishte më pak lehtë, më pak gjatë, më shumë buzëqeshje, më shumë lumturi. Si krejt fjalët e Allahut dhe shumë të cilat kanë dobi edhe kjo, mendoj që sidomos këtë kohë që po jetojmë kish pas një njerëzimi shumë nevojë ka për këtë rregull kuranore, që kjo rregull kuranore përmendet në ajetin e 90 të surës An-Nahl, ku Allah xhallahu shumë thotë ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna Allaha ya'muru bil 'adl. Me të vërtetë Allah urdhëron drejtësi. Këtë kohë kur po shohim shumë padrejtësi ndryshme, shumë zullume në për të botës, në për nivele ndryshme, familjare, personale, shoqërore, ndërkombëtare, vendore, gjithandaj, sigurisht, i shkon një ta krejt më ndryshe, sikur të zbatu kjo fjallë Allahut dhe lëshonë që me punu me drejtësi. E kush po na urdhëron për drejtësi, Allahut dhe lëshonë ajë cilët na për to po falem, po agjerojmë, po i bojmë plot punë, po edhe këto ose më thonë, inshallah e bojmë edhe jemi prej atyre që e bojmë, ose e ngritim nivelin e kësaj. Po na urdhëron për drejtësi ai i cili njëri prej emrave të tij të bukur dhe cilësive të tij të larta është el-adl, i drejtë. Prej emrave të Allahut që na zakonisht e përdorim veç Allah ose Zoti xhaleshonu, mirë po që e dim se Allah xhaleshonu ka 99 emra të ndryshëm, një prej atyre është el-adl, që është i drejtë dhe ka drejtësi absolute. Me çka po na urdhëron i drejti, po na urdhëron që na me kon drejt. Na atë të cilët për i besojmë që ati Zotit drejt, a e një besimtar të mirë, po mundon edhe ju me qenë drejt. Normal drejtësia jonë si mundet po krahasu as një me Allah xhaleshonu. Qysh nuk mundet as fuqia jonë, as dituria jonë, po sa të mundon, mja mojt ma shumë ka drejtësia. Po çka është drejtësia? Drejtësia që shka thonë djetarët, pas kërtojnë atë djetarët e kemë parasysh djetarët s'kanë folë veç për veti, po të bas studimit Kuranit edhe hadithet të pejgamberit alayhis salam, kanë thonë drejtësi është mja dhonë se cilët hakun e vetë që meritan. Se cilët mja dhonë hakun e vetë, mësë mja mungu hakun që e meritan. Po, kur me konë drejtë? Në çdo aspekt. Në nuk drejtësi të dëshmia me dëshmu drejtë. E din që është puna me dëshmu, kush ka pos faj, kush ka pos faj. Nëse po lypet me dëshmu. Kofte gjykimi, një gjykatë ose po t'jepet mundësia mes dyhet sene me gjyku ato që ka ti e din që është drejtë. Nështë atë si asëllët, po ti e din që qashtu është e drejta, ju një mojë onën. Në veprimet tona, në ndarjet tona, mes fëmijëve, ose ku do qoftë në ndarje në diçka të pasurisë, më mundu me qenë drejtë. Po, a në kupton kjo që drejtësia është e njëjtë si barazia? Për nuk konë drejtë do të tonë me barabarë, ju që të herë. Nga njerë drejtësia e lypë me konë barabarë, nga njerë drejtësia e lypë me konë ndryshë. Për shembull, nëse një prindi ka 2 fëmijë, njëri në klasë parë shkollë fillore, tjetri vitin e parë shkollë të mesme. Tash nuk bën ati të shkollës mesme me thonë, vallai këtij shkollës fillore për dhon një euro njoftë për mjafton, edhe ty një euro njoftë. Se po du me koni drejt, barabar, po nevojët e këtij shkollës fillore me ati shkollës mesme dallojnë shumë ose këtij shkollës mesme me këtij shkollës fillore. E cila është drejtësia këtu? Drejtësia më dhon se cilët sa ka nevojë. Edhe në kohë shumë e ndryshme, nashta për këto mjafton një euro, për këtë tjetrin do një euro si delvesh me shkuar më këthy. Nashta për këto do të gjatë javës 70 euro për shembull. Edhe në kohë shumë e ndryshme, po që kjo është drejtësia. A nëse thojnë ajo barabar, ta shkrit shkollës mesme i ndarë, që si dalin ato që ka pjerë, si kur këti shkollës fillore, ose të veshë, ose të të shka tjetë. E për ata dhe shumë ka njerë, disa dallime që Allah xhaleshonu i ka bo, i ka vendosë mes gjenisë mashkullore dhe femërore. Po si që një njerëzore e në barabar, e në qmove njënë si me në qmu tjetën, si moshkën se fenë. Do të me respektu dërë, shenjtrinë e jetës e kanë dërë, krejt ato. Mirë po janë me disa dallime, dikush i ka disa obligime tjera, dikush disa tjera, dikush disa ndalesa tjera, dikush disa
tjera. Dy parë në bjetë e njerësimi është për burët edhe grus. Dy parë tjenë qenje njerëzore, po për shkak disa dallime që kanë, ka edhe disa dallime që tani dikush dalë gjithçka barabartë. Nuk shkon gjithçka barabartë në disa aspekte. Pra jo që të barazia është drejtësi e kështu më radhë. Po me kanë me konë drejt, kur me konë drejt në gjitha aspektet, me kanë me konë drejt me të qenë. Jo me konë drejt vesh me musliman, me që ata që besujnë si na. Me konë drejt vesh me shqiptarë, me konë drejt vesh me të barë, me konë drejt vesh me gjinin bashkëllore, ose femrore, ose drejtësin Allah që në shumë e ka lypë me tonë. Allah që në shumë është i drejt me tonë, nuk e hinë hakë kërkuj. Pavarësisht besimit, pavarësisht punëve mirat kësia që i bënë, unë e ka shqitina do të më mundu me konë maksimalisht i drejtë se Allah që në shumë në kështë në apërësit. Edhe mos një jetë edhe në jetë e tjera, këtët mos t'i ushtin o rejtja modën ndaj një popullit që mos me qenë drejtë. Ndaj një armikun e diçka, dhe më armikun Allah që në shumë në thëtë me konë drejtë. E drejtësia shpeshet, në shkën menja në shtavesh të aspektin në raport me njerëzit. Mos mi u po zullëm njerëzve, me konë i drejtë me njerëzit, po djetarë të kjo ajeti nga mbërmen që drejtësia është edhe me Allah në shumë. Me konë drejtë me Allah në shumë, me smihin hak Allah në shumë, sa të mundëm. Pra, besu njerëz me gabime me nëshime, po sa të mundëm, me smihin hak Allah në shumë. Jo sa ti i bojnë diçka, të i bojnë veti. Allah në shumë në Kuran, po thëtë inë në shirkë e le dhullë më në adhim. Shirkë, po mi bo zotit shak për zullum i madhë. Që shumë njerëz nuk e shtim këto në fjallorin e zullum të tesi. Zullum, me allon dikuj një shuklorë, zullum me i bo dikuj, kreta të janë zullum. Amo edhe me thonë që ka zë tjetër përveç Allahut, me adhuru edhe dikan tjetër përveç Allahut, Allah gjë në shumë në Kuran për thëtë, shirkë është zullum i madhë. Pra, padrecia po më i kam konë edhe në raport me Zotit. Jo se Zotit i përta, po i bojnë ana vetit dhe Allah gjë në shumë po rejt të drejtëve, për atyne se zbatojnë këtë regull, e pastaj kjo ka shumë rezultate ndryshme, një për atyne është se edhe ajet që Allah gjë në shumë në një ajet tjetër Kuran në këton, inna Allah yuhibbul muqsitin. Me të vërtetë Allahu i ka të drejtë. Diçka që secili prej neve dojmë me fitu kënaqësinë Allah xhallahu, dashurinë e tij, Allahu na dëshon.